Siç ndëgjova në këtë rast leja është konform me standardeve dhe projekti është në rregull, por problematika është ekzekutimi. Shpesh herë gjatë ekzekutimit ose nuk ka mbikëqyrje duhur nga profesionistët, edhe investitorët shpesh herë insistojnë me deviju për shkak të tentimit të thjesht uljes së kostës së investimit. Shpesh herë ndodhin këto. Kjo është si shkak i mosbatimit pra të ligjit. Unë sekretari i Odës Inxhinierëve pra ne shohim një sfidë reale që po na ndodh, por institucionet duhet me shty që më zbatu ligjin, më zbatu që vetëm profesionistët e licencuar me marrë përgjegjësi. Çka do të thotë? Projektues duhet me qenë inxhinier të licencuar, me marrë përgjegjësi, me nënshkruar projektin, mandej mbikëqyrësit me respektu ligjin dhe gjatë inspektimeve me nënshkruar ditarin ndërtimor, librin ndërtimor, protokollet e inspektimit dhe ata kur i nënshkruaj këto dokumentacione, ata do ta respektojnë, jam i sigurt që do ta respektojnë projektin. Po nëse angazhohen inxhinier të palicencuar ose fare nuk angazhohen inxhinier, atëherë ne devijojmë dhe kështu ndodhin raste të tilla, nuk respektohet projekti, ndodhen katastrofa të tilla që është shqetësuese për sigurinë publike. Nëse ai thjesht fondimi i atij objekti është në nivelin e poshtëm të gërmimit, ku ka ndodhur nuk është ndonjë rrezik i madh sa i përket ndërtesës. Mirë po nëse gërmimi është realizuar nën themelin e objektit ekzistues, atëherë mund të paraqitet ndonjë rrezik.